Kryetari i bordit të kompanisë Alp Telekom, Giuseppe Farina, thotë se diskutimi mbi rritjen e pagës minimale nuk prek drejt për së drejti kompaninë Alp Telekom, por e gjykon këtë diskutim të frytshëm për rritjen ekonomike të vendit. Duke marrë në konsiderat faktin e nivelit të përgatitjes së nënpunësve tanë dhe nivelin e teknologjisë, sot për sot nuk kemi nënpunës me një nivel rroge minimale në kompani. Të gjithë nëmpunësit tanë kanë një pagë më të lartë se minimumi i garantuar. Kështu që në parim nuk kemi drejt për së drejti të prekur nga kjo çështje, por besojmë që të diskutohet mbi këto argumente, pikërisht tani, është e rëndësishme si për punëmarrësit, ashtu edhe për botën e sipërmarrësve që dëshirojnë rritjen ekonomike të këtij vendi. Këshilli Kombëtar i Punës ka shfrytzuar ambientet e Alp Telekom për organizimin e mbledhjes së sotme. Per noi è molto importante. Për ne ky fakt është i rëndësishëm sepse besojmë që është edhe një lloj mirënjohjeje për aftësinë e kompanisë sonë për të përballuar nevojat dhe kërkesat e tregut të punës, si nga këndvështrimi i biznesit, nga i punonjësve dhe ana e komunitetit në përgjithësi, duke qenë konkret dhe serioz gjatë gjithë këtyre viteve. Ne jemi lider në numrin e punonjësve në Shqipëri dhe besojmë që kontributi ynë ekonomik e teknologjik në vend është tregues i rëndësishëm. Da parte degli stakeholder di questo riconoscimento. Dëshmia e avokatës së shtetit Alma Hicka para Komisionit Hetimor për rimarrjen e aksioneve të qetë shpërndarje nga shteti shqiptar, kësaj radhe dështoi për shkak të mosarritjes së kurumit, pasi asnjë nga deputetët socialistë nuk ishte i pranishëm. Vetë avokatja u paraqit, por u largua pasi mbledh